Mirëmëngjes nga 2-2 këtu në TV1. Duke trajtuar për çdo javë tema të ndryshme, këtë javë kemi vendosur për të trajtuar një temë teje delikate. Do të flasim për PTSD apo e njohur në shqip si çrregullimi i stresit posttraumatik. Kam nderin që për herë të parë në shtëpinë e TV1 të prezantoj ish-kryetarin e komunës së Prizrenit, ish-deputet i Republikës Kosovës, por vazhdon të mbetet profesor i psikologjisë. Zotri Mitaher Askuka, mirë se keni ardhur profesor. Së gjitha faleminderit për ftesën. Fillojmë me veç temën që e kemi kryesore në bazë. Kthim prapa në kohë, maktet, mendimet negative që përkojnë me përditshmërinë e njeriut. Gjitha këto lidhen me PTSD, pra me çrregullimin në fjalë, çrregullimi i stresit posttraumatik. Tjetër, çfarë mund të thuhet për këtë çrregullim në mënyrë që audienca ta ketë më të qartë? Po, çrregullimi i stresit posttraumatik është shumë relevant në aspektin e Kosovës, pikërisht për shkak të përjetimeve të luftës që kemi pas këtu. Unë jam kyç në këtë temë, atëherë sapo diplomuar në master, edhe në vitin 2002 faktikisht patëm diskutu me disa kolegë edhe profesor të nderuar si Pajazit Nushi edhe Neki Uniku që krijohet departamenti i psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, pikërisht për shkak të traumave të luftës që kemi pas si shoqëri, edhe përjetimeve të se njerëzit kanë pas probleme të shprehin edhe të adresojnë. Edhe si nevojë e kohës atëherë u pat krijuar departamenti i psikologjisë, edhe ndër hulumtimet e para që kam marrë pjesë në aspektin epidemiologjik, kanë qenë hulumtimet të cilët kanë bëj me matjet e simptomeve të stresit posttraumatik brenda popullatës Kosovës. Njëra ka qenë në vitin 2000, po në atë hulumtim unë nuk kam qenë i kyçën, po hulumtimi tjetër ka qenë në vitin 2005, ku faktikisht kam qenë i kyçën në aspektin e analizave edhe rregullimit të pyetësorit edhe adresimit të problemeve të cilët ka pas në databazë. Nga i hulumtime më mend që ka qenë një shifër shumë e lartë në aspektin e nëse krahasohet me popullata të tjera të simptomeve të stresit posttraumatik të cilët kanë ekzistuar ose kanë qenë të përfshira në popullatën e përgjithshme në Kosovë. Diku nëse s'maj mend gabim, diku rreth 22% i popullatës ka pas simptome të stresit posttraumatik dhe rreth 41% i simptome të ndryshme të depresionit. Normal këto nuk kanë qenë klinike, po është matje e cila është bërë nëpërmjet pyetësorëve me një numër diku rreth 6000 qytetarë të moshave të ndryshme. Edhe nga ajo kohë, pastaj pata vazhdu me punu në këtë temë, edhe temën e pastaj doktoraturës këmë pas në këtë çështje. E kështu, po, si thamë, mendoj që krijimi i departamentit të psikologjisë, kuadrat të reja, pastaj edhe në për universitetet tjera private, po edhe studimet të cilët njerëzit kanë kryer jashtë Kosovës, pastaj janë kthyer, ka filluar të adresoj këto çështje të cilat janë problematike, që domethënë një pjesë e problemeve edhe nuk janë adresuar ende, domethënë të cilat i kemi nga periudha e luftës, po edhe para luftës, se një pjesë bukur e madhe e popullatës në Kosovë ka përjetuar trauma të ndryshme, qoftë nga policia, qoftë nga burgosjet e kështu me radhë, të cilët pastaj kanë konotacion në jetën e mëvonshme të individëve. Gjithto që informacionet që dhatë kanë të bëjnë edhe me librin tuaj. Po. Faktikisht libri jam ka qenë pak më specifik, unë kam shikuar mendimin parimor, shoqëror, që do të thotë në aspektin e zhvillimit moral, edhe stresi posttraumatik, traumat se si ndikojnë në mendimin parimor. Domethënë kjo ka qenë tema e hulumtimit. Po, si pjesë e hulumtimit ka qenë edhe matja e problemeve të ndryshme të cilët lidhen me stresin posttraumatik. Edhe në atë kohë, si për shembull, ky hulumtimi im ka qenë me student, të cilët kanë qenë vitin e parë të studimeve në Universitetin e Prishtinës, diku rreth 300 student. Edhe në atë kohë, diku rreth 18% i studentëve kanë shfaqur trauma ose simptomet të traumave të cilët kanë qenë shumica rrjedhoj e përjetimeve të luftës. Nga se në atë kohë ata kanë qenë 7-8 vjeç, edhe është periudha që më shumë të indikohesh nga ngjarje traumatike. Në këtë ndërlidhje,
Dim edhe për amnezin, por çfarë lidh në realitet amnezin me PTSD-n? Kështu, realisht është njëra nga simptomet që mund të më qenë, se PTSD-a ka shumë simptome. Simptomi kryesor realisht i PTSD-s është ripërjetimi i traumës. Domethënë së pari do të ketë një ngjarje traumatike e cila është kërcënuese për jetën e individit apo jetën e njerëzve signifikant të rëndësishëm në jetën e tij. Domethënë ne mund të përjetojmë traumë edhe nëse prindi jon kalon në një aksident ose diçka që rrezikon jetën e tij edhe ne jemi duke e parë ose kemi ndëgjuar nga ai, edhe kjo mundet me shkaktu traumë të fëmijës, për shembull, ose të individi, po kjo është gjëja e parë, domethënë ngjarja traumatike, pastaj mas ngjarjes traumatike janë simptome të ndryshme, tash varet edhe si e përcakton, domethënë psikiatrat e kanë tretmanin, domethënë checklistën më ndryshe. Në aspektin e DSM-it, që është manuali diagnostifikimit i standardizuar i psikologëve amerikan, e cila përdoret në shumicën e vendeve të botës. DSM-5. Do shta ka ndryshu tash, se motis s'kom lexuar këtë versionin e fundit, po e para është, domethënë, simptomet e ripërjetimit, ku faktikisht personi ripërjeton traumën, qoftë, domethënë, që thonë flashback, duke i parë ngjarjet para syve edhe një herë, po humbet duke nejt edhe i dalin ato memorjet e ngjarjes traumatike, qoftë me ëndra të këqija e kështu me radhë, po ripërjetimi ndodh. E dyta, domethënë në aspektin e simptomeve, është shmangja nga situata të cilat përkujtojnë traumën. Kjo mundet me qenë vendi i traumës, mundet me qenë njerëzit të cilët e përkujtojnë traumën, mundet me qenë koha kur ka ndodhur ajo trauma, si për shembull nëse ka ndodhur gjatë vitit të ri, personi kur vjen ajo datë mundet me përjetu ato. Edhe mundohet me i shmang atyre vendeve. Edhe normale ndryshimet në aspektin emocional, e cila është një që në anglisht është kjo arousal ose eksitimi ose gjendja e alarmit, e cili personin s'mundet me enal. Domethënë gjithmonë është, si më thonë, në gjendje alarmi mendon se ka ndodhur diçka, po gatishmëria, po. Edhe kjo ndikon pastaj në shumë simptome të tjera. Domethënë ka edhe lidhshmëri të tjera, por këto janë, domethënë, në 3 simptomet kryesore, brenda vetes kanë shumë gjëra të tjera, si për shembull kjo shmangja lidhet edhe me shumë simptome të depresionit edhe ankthit, faktikisht kjo gjendja e, si më thonë, eksituar të themi, ajo lidhet me simptoma të tjera, domethënë varet edhe si e masim. Domethënë, si për shembull në hulumtimet tona në Kosovë, ne kemi përdor pyetësorin e Harvardit për trauma. Nga se ka qenë një pyetësor i cili më përpara është përdor në Bosnë, edhe është standardizuar, pastaj ne kemi standardizuar këtu në Kosovë. Edhe është përdor shumë në këto hulumtimet epidemiologjike, po normal edhe kur personat shkojnë tek psikologu, mundën me pas domethënë diskutime edhe skanimi i simptomeve mundet më bë me shumë instrumente të ndryshme që përdoren në psikologji tash. Fatmirësisht tash me rritjen e numrit të psikologëve në Kosovë, me rritjen e njerëzve me doktoraturë edhe me master, po kemi edhe përkthime të reja të instrumenteve matëse, edhe shpjegime të reja për çështjet, se psikologjia është njëra nga drejtimet ku ka shumë perspektiva për problemet e njëjta, në shumicën e rasteve të gjithë kanë drejt, po të gjitha e shikojnë nga perspektiva të ndryshme. Patjetër. Kemi edhe amnezin disociative që ndoshta është më e tmerrshme me pa nga larg. Pra, kalosh një traumë, të mos ta kujtosh, edhe ndoshta nga tjerë të dyshohet edhe nëse ke kalu realisht këtë traumë. Shihni ndoshta pak si më shpesh, pra paragjykohen më lehtë nga njerëzit, se ndoshta veç po kujton që ke një lloj traume, po nuk e ke kalu. Po, ato që thatë ju, domethënë është brenda simptomeve të shmangjes, ku personi faktikisht për të harruar ato tërësisht i hek të gjitha, ose mundohet mos me i kujtu në mënyrë vetëdijshme apo pa vetëdijshme, edhe nuk i kujtohet asgjë lidhur me ngjarjen. Domethënë faktikisht që ngjarje traumatike nuk i kujtohet personit edhe nëse dëshiron, vetëm në raste të caktuara kur, si po them, ndoshta gjatë ëndrave, gjatë flashbackave që mundet me i pas, ato kthehen, por nëse i pyesin personin nuk e mban mend. Domethënë nuk mund të normal është një mekanizëm mbrojtës për me i
për me u përballë ose për me të i kalu traumën, po varet si tash stresi posttraumatik është qatë që gjërë edhe për shkak të ngjarjeve të ndryshme që mund të ndodhin. Domethënë llojeve të ndryshme të ngjarjeve traumatike që mund të ndodhin në jetën e njerëzve, edhe pastaj edhe simptomet variojnë shumë. Domethënë ka ndoshta në raste ka persona të cilët nuk e kanë këtë zhi përjetimin, edhe domethënë vetëm kur shohin domethënë ëndra të cilat ndoshta edhe nuk i kujtojnë kur zgjohen, po e dinë që kanë pa një ëndër të keqe, e cila mundet me qenë e lidhur me traumën, po nuk e majnë mend. Domethënë ka shumë perspektiva ose shumë lloje të ndryshme të shfaqjes të stresit posttraumatik. Po çështja është që tash në popullatat ku ka qenë shumë problemi i madh, si në Kosovë ose në popullatat që kanë përjetuar luftra, në shumë raste, si për shembull shtetet ku ka pas termete, si për shembull mas termetit në Turqi e në 99-ën, ka pas shumë hulumtime lidhur me stresin posttraumatik, se edhe është një ngjarje traumatike. Po efektet e ngjarjeve të ndryshme ndikojnë ndryshe. Domethënë tash për shembull, gjërsa tek stresi ose posttraumatik i cili shfaqet për shkak të luftrave ose për shkak se njeriu i ka bë keq njeriu tjetër, atëherë për shembull kemi më shumë ulje të besimit ndaj njerëzve, nuk domethënë në aspektin e marrëdhënieve personale mundet me pas probleme, edhe shfaqen simptome të tilla, ndërsa në vendet si për shembull ku ka pasur termet i shkaktuar nga natyra, këto nuk dalin si simptome të mëdha. Domethënë aty ndoshta përkundër, pse njerëzit mas termetit mundohen me ndihmu njëri tjetrit më shumë, atëherë kjo besimi tek njerëzit rritet. Gjësa tek ne, për shembull, kur kemi hulumtu në vitin 2005, njëra prej problemeve këtu që ka qenë humbja e besimit tek njerëzit tjerë, humbja e besimit shumë. Edhe varet edhe prej, si thash, mënyrës tash një nga çështjet tjera problematike është kur përjeton traumën vet në krahasim me grupin. Domethënë tash traumat e luftës, po themi, edhe stresi posttraumatik që del nga lufta, është një, si më thonë, përjetim kolektiv. Edhe masi është përjetim kolektiv, edhe te i kalimi i kësaj traume shkon në mënyrë kolektive, bashkarisht me familjen, se të gjithë kanë kaluar nga problemi i njëjtë, ose kanë pas përjetime të njëjta, edhe ndihmojnë njëri tjetrit, e kuptojnë njëri tjetrin më mirë. Pra kalon për te individuales. Edhe mbështetja sociale në këtë rast ndihmon te i kalimin ndoshta edhe pa psikolog. Po kur përjetohet trauma individuale, ku personi vet ka përjetuar diçka të lundshëm, ka qenë në kërcënim jeta e tij ose abuzim seksual ose diçka të tillë, atëherë përjetimi është individual, edhe masi është përjetimi individual, të tjerët nuk e kuptojnë. Edhe personi nuk ka edhe mbështetje në rrethin që jeton, edhe masi nuk ka mbështetje në rrethin që atëherë është edhe më problem adresimi i këtij problemi. Në këtë rast ndihma profesionale është shumë më e nevojshme, edhe se si tham, si qenje shoqërore, si qenje që jetojmë me familje, me njerëz të tjerë të cilët kemi afër, kuptimi nga ata na ndihmon shumë në këto te kalim në proceset e përballjes dhe në proceset e shërimit, themi. Po si tham në këto rastet individuale, atëherë është shumë problem te kalimi i stresit posttraumatik pa ndihmën e profesionistëve. Ambienti, mjedisit, gjitha këto ndikojnë, po jo vetëm to. Është edhe gjenetika, sidomos kur jemi tek PTSD-ja. Pra janë vetë se në rritje hulumtimet, cilat po tregojnë që traumat përcillen edhe gjenetikisht. Punohet realisht në këtë drejtim në vendin tonë, pra të dihet më saktësisht, edhe pse po kaloj tek trajtimi nga bartja e traumës nga gjenerata në gjenerat, por ende kemi punë në filesë të saj, në trajtimin. Por po ndalim tu për të vazhdu tutje edhe në... Këto që thatë shumë më rëndësi, domethënë tash gjenetika është diçka e mësuar, nuk ka hulumtime të ndryshme të citojnë gjëra të ndryshme, po çështja është që një kolektiv, nëse kalon nëpër tmerret e luftës si ka kaluar shoqëria e Kosovës, domethënë në Kosovë po nuk ka qenë vetëm gjenerata jonë që i ka kaluar, domethënë kanë kaluar edhe gjyshit ose gjyshet tona më herët, edhe
prindrit e tyre më herët. Domthonë se ne këtu çdo gjenerat faktikisht ka pas nga një luftë ose ka pa tmerre të ndryshme për rreth. Prandaj të gjitha këto akumulohen normal edhe ndikojnë në bartje. Ka hulumtime që tregojnë që ata që kanë përjetuar tmerre të ndryshme, trauma të ndryshme, mund t'i bartin ato fëmijëve të tyre, edhe të fëmijët pastaj mund t'i bartin edhe fëmijëve të tyre. Domthonë vazhdon ndër gjenerata, që thatë ju trauma ndër gjenerata. Edhe është e pamohueshme kjo. Në shumë raste është çështja që nuk është trajtuar, domethënë që nga fillimi, edhe pastaj ato traumat kalojnë tek gjenerata të reja. Fatkeqësisht, nëse shikojmë vatrat e luftës nëpër botë, shumica e tyre i kanë këto probleme afatgjate, të cilët kanë ndodhur me s'po them 10 vjet, po ka edhe konflikte që janë me 100 vjet, edhe faktikisht pastaj ato veç barten edhe akumulohen, edhe është një cikël vicioz. Kur kemi trauma edhe kur domethënë e cila fatkeqësisht ndikon edhe në mënyrën e të menduarit për botën, normal domethënë ka më shumë gjasa që edhe personi i cili ka përjetuar ato të bëj njëta gjërat që ndoshta një gjenerat më herët ju kanë bë prindërve të tyre ose gjyshëve ose gjyshit. Domethënë është fatkeqësisht një cikël e dhunës e cila krijohet për shkak të këtyre traumave dhe stresit posttraumatik. Kjo përndryshe ato më herët që bisedum, domethënë stresi posttraumatik ndër simptomet tjera ka edhe këto, domethënë vetëlëndimin e tjerëve, po edhe vetëlëndimin në aspektin asaj që personat mund të gjejnë strehim në alkool, në droga, në sende, për me i tejkalu ato problemet që i kanë. Edhe në shumë shtetet të botës, kur janë hulumtuar, domethënë mas konflikteve të ndryshme, ka rritje me abuzimin me narkotike edhe me substanca psikoaktive. Sidomos di një studim në Bosnë që ka qenë më njëherë, që ka tregu domethënë rritja enorme të kësaj. Fatkeqësisht në Kosovë ne s'kemi pas shumë hulumtime këtu. Fillimisht kemi për shembull shumë pak psikolog, të cilët jemi marrë me shumë punë tjera. Pastaj mendoj që tash është ndoshta edhe koha të hulumtohen këto gjëra se si kanë ndikuar në shoqërinë tonë. Po kohë dalur nga lufta, njëherë kemi zhvillime politike, pastaj vije psikologjia, kështu që jemi në rrugës mirë. Duke qenë që kemi edhe CPTSD, pra që është më komplekse, e cila do një kohë më afatgjatë, ndoshta edhe më shumë më vështirë me u trajtu. Ajo nuk evitohet lehtë, siç është mund të jetë tradicionale, për shembull, që ka diçka më të shkurtë edhe kalon. Por është vështirë të kontrollohen emocionet pikërisht në këtë që është komplekse, por edhe atë tradicionale. Po tash një nga gjërat të cilët diskutuam aty në fillim është që kur ki përjetu kërcënimin për jetë, edhe kur ke te kalu ato, domethënë ajo rreziku ose fakti që njeriu e kupton që domethënë jeta e tij mund të mbarojë shumë shpejt edhe ajo trauma që shkaktohet nga ajo, mundet faktikisht si më thonë, jo mundet me ndiku, po në shumicën e rasteve ndikon që personi të jetë i alarmuar të në kohën, ose në gjendje gatishmërie në të në kohën. A mund të pritet shpërthime, kushtimisht, theme, kohë pas kohë? Po, edhe tash këtu, domethënë, për shkaqe shumë të thjeshta, personi mund të zemrohet shumë shpejt, këtë shpërthim emocional, të vërtet, ndo raste edhe të shkaktoj dhunë brenda familjes. Domethënë, nëse analizojmë shumë rastet, edhe ka shumë hulumtime, sidomos të luftëtarëve që janë kthyer nga vatrat e luftës, që domethënë dhuna në familje që shkaktohet, ose dhuna ndërmjet të afërmve, shkaktimi i dëmit tek tjerët, është për shkak pikërisht këtyre simptomeve të cilët personi nuk mund të kontrollojë emocionet, zemrohet shumë shpejt, shpërthen shumë shpejt, edhe pastaj mund të vjen deri te probleme të tilla.
Fatkeqësisht edhe te ne, si thash, kanë qenë disa organizata ndërkombëtare, është punu pak, po jo mjaftueshëm, lidhur me adresimin e këtyre çështjeve. Edhe nëse si ka shumë analiza, si për shembull është rrit dhuna në familje, dhuna ndaj grave, ndaj fëmijëve kështu me radhë. Një nga këto ndoshta ka qenë edhe kjo përjetimet që individet kanë pas, edhe nuk kanë mujt mi adresu. Domethënë pastaj ato kanë kaluar në probleme të tjera të tilla. Truri mban mend përjetime, po gjithashtu edhe trupi, sidomos kur jemi në traumë. Pra, çfarë mund të mbaj mend pjesa e trurit, patjetër që e përkthen edhe në fizikun, po fiziku ndonjëherë ka sikur botë në vete. Mban mend një traumë e cila truri ndonjëherë edhe nuk e ka aty në vetdijen e tij. Çfarë ndërlidhje kanë njëra tjetra realisht në këtë çrregullim? Pra, përmendet shpërthimin, por mund të ketë ndonjëherë edhe ndonjë shpërthim edhe fizik, të krijojë vandalizëm për shembull, po edhe dhunën që e përmendet vetë se në fillim. Po, realisht shumë nga gjenerata janë, si për shembull, edhe tash kur ndalet nga policia, ndonjëherë, anë kështu ka një farë, si më thonë, edhe pse e dim që është policia jonë, flasin shqip, trajtojnë mirë, na thonë mirë dita, kështu. Po është një reagim emocional ndaj uniformës, e cila është kriju edhe pa vetdije reagojmë, edhe shumë njerëz raportojnë që këtë problem, si për shembull të na. Mora si shembull të drejtë për drejtë. Në shumë raste njerëzit kur kanë, sidomos në moshat e hershme, nëse kanë kalu traumën, po themi 3-4 vjeç, 5 vjeç, nuk e majnë mend ato. Nëse dikush tjetër nuk ka treguar më vonë ç'është ka ndodhur ngjarja. Domethënë zakonisht rikonstruktohet ngjarja, po nëse dikush tjetër nuk ka qenë afërshëm i tregu atë ngjarje, personi nuk e mban mend, po realisht reagon ndaj vendeve të cilët asociojnë në mënyrë të pavetdijshme. Domethënë se truri, ato si thatë ju, edhe memoria është aty, po ajo nuk është vokalizuar temit në aspektin semantik, nuk kena në pjesën e lartë të trurit, po në domethënë si memorie që thatë, si memorie motorike më shumë. Edhe në këto raste, si për shembull aromat të caktuara, ngjyrat të caktuara, vendet të caktuara, mund me asociu këto. Unë e mora të shembullin me uniform, po si për shembull një pjesë bukur e madhe e njerëzve të cilët kanë fobie nga qend. Mund të kenë ndonjë, ose mund të kenë parë si fëmijë ndonjë person i cili është friksu shumë nga ndonjë qend, edhe kjo pastaj, si më thonë, në vetdi është kriju ajo fobia, e cila është si pasojë e përjetimit që e ka pas ndoshta 3 vjeçar, ndoshta 4 vjeçar, ndoshta 5. Nëse e pyesim domethënë a keni pas ndonjë rast kur ju ka sulmuar qeni që me pas këtë fobie, personi nuk mund të rkujtojë, edhe nuk mundet me gjetë asnjë shembull pse i vjen ajo frikë, po thotë po e kam atë fobie. Këto janë raste ku faktikisht është kriju që ajo memoria shumë herët, edhe është, domethënë duhen procedura të caktuara që me i adresu edhe me te i kalu këtë problem. Si thash, unë domethënë personalisht prapë, si thash, ndonjëherë e ndjej atë rritjen ose aspektin emocional kur pa marrë parasysh kur më ndalin ndonjëherë për trafik ose për diçka. Po ne është një si më thonë, diçka fiziologjike ndoshta që jemi mësuar kështu. Do të ftoj regjin super punëtore të VN të na sigurojë një material i cili është vetëse në ambientet e të VN fal arkivës së gjallës atë shala. Profesor, ju ftoj të ndjeki materialin, edhe të thellohemi pak më tepër në aq minuta sa kemi për PTSD-n dhe luftën.
Skina që ka me po. Jo, baba, sa shesh për kry. Skina që ka me po. Qare, skina që ka me po. Hajde, kësyn me njazim. Që të rrëllë me shtu. Ka me po. A në shuj, baba, si përna, s'ki mode ka shuj. Hajde. Kjo video që pam nuk është shpërthim, është shpërfaqje emocionesh, përtej fakteve të gjalla dhe të mos hym në histori dhe politika shtetërore, por edhe njerëzore mbi të gjitha. Të ndalemi tek tema. Çfarë pasojash realisht sillin këto pamje që sapo pam? Por realisht ato traumat që i ka përjetuar popullsia në Kosovë, shumë vjeçare, si thash, edhe nuk është e limituar vetëm me periudhën e luftës, ku ka pas, ku edim numrin e viktimave, edim sa njerëz, më shumë se gjysma e popullatës është dashur me lëshu shtëpitë e tyre edhe të bën refugjate, pastaj bombardimet, pastaj luftat, të gjitha këto që kemi të i kalu. Është ato që thash edhe në fillim, në pak shtete, kur janë bërë hulumtime të tilla, ka dalë një shifër qaqe lartë e njerëzve të cilët kanë simptome të stresit posttraumatik. Tash duhet të them prapë edhe në mënyrë të jemi kujdesshëm, hulumtimi ka të qenë epidemiologjik. Domethënë brenda një orë e gjys, personi është intervistuar edhe pastaj është bërë ajo, që ndo raste është e pamjaftueshme për me identifiku të gjitha problemet, por edhe për një periudhë që shtu një orë e gjys, domethënë diku rreth 21% i popullatës në vitin 2005, që është 7 vite mas luftës, apo 6 vite mas luftës në Kosovë, kanë tregu simptome të stresit posttraumatik. Domethënë kjo paraprakisht me siguri ka qenë edhe më e lartë se më njëherë mas luftës, edhe 7 vite mas luftës, domethënë kjo ka qenë, edhe kjo me të vërtet realisht ka treguar që kemi qenë të prekur si shoqëri nga ky problem, për shkak të edhe atyre pamjeve që i pam, domethënë aty i pam edhe fëmijë, edhe këto që identifikojnë të afërmit e tyre, i shohin njerëz të cilët janë masakruar nga forcat serbe, edhe normal që ajo do të ketë pasoja. Mendoj që pak kemi bërë në këtë fushën e hulumtimit për këto pasojat e luftës. Pasojat e luftës vetëm janë shikuar nga perspektiva ekonomike, nga perspektiva e njerëzve, po edhe pasojat psikologjike të luftës nuk janë adresuar atë shumë sa është dashur. Si thash, ndoshta vetë fakti që më njëherë mas luftës ne kur jemi mundu me të themelut departamentin e psikologjisë, kemi qenë 5 apo 6 psikologë në mbar Kosovën, nga se nuk ka pas drejtim të psikologjisë në Universiteti i Prishtinës. Edhe na është dashur kohë me kriju kuadro, me forcu departamentin, pastaj tash fatmirësisht kemi edhe në universitetet tjera, edhe private, edhe shtetërore, edhe kemi shumë më shumë psikologë që këto çështje të adreson, edhe pse kanë kaluar 25 vite tash. Mendoj që këto tema duhet më shumë të analizohen, duhet më shumë të hulumtojmë pasojat e këtyre traumave, po në të njëjtën kohë edhe të shkojmë mënyrat si me adresu, se ndoshta një pjesë bukur e madhe kanë të i kalu vetvety ato, po prapse ato që diskutuam më herët, vetë fati që në hulumtimet të ndryshme në vendet të ndryshme të botës e kemi këtë traumën ndër gjeneratave, domethënë që trauma bartet nga një gjenerat në gjeneratën tjetër. Mendoj që duhet të punojmë ende për me adresu këto, si më thonë, pasojat e traumave që i kemi pas nga lufta në Kosovë. Një çështje shumë e rëndësishme, unë mendoj, domethënë jo vetëm këto pamje kur i shohim që na rikujtojnë me një farë aspekti, po donjëherë është mirë mi rikujtu edhe me kuptu që çka kemi kaluar, ku jemi tash edhe këto. Po çështja
nëse monin mend para 3 viteve kur filloi lufta në Ukrainë ose tash në Gaza vitin e kaluar, momentin që shfaqen ato skenat e luftës, me njëherë e shohim sidomos tek prindrit, tek njerëzit të cilët ndoshta kanë përjetuar pak më shumë gjatë luftës, rikthimin me njëherë të asaj ndjenje të keqe që kemi pas edhe humbjeve që i kemi pas për shkak të luftës. Traumat nuk i përjetoj një lloj të dygjinit. Traumat nuk i përjetoj një lloj të dygjinit, pra kanë variacione, po sidomos po ndalim pak në diçka më delikate se sa që është. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, ka pasur gra dhe vajza të dënuara me mira. Po. Ka ndikuar në ndjenjen e imazhit të tyre si individ, si gra, vajza, por edhe të imazhit të trupit të tyre. Pra, seksualizim i plot, sipas edhe përjetimeve të tyre. Ka harruar shoqëria jonë në fakt se çka është kalu dhe apo ndihmohet duke u vazhduar sot ende në disa ambiente të ndryshme, mbase edhe publikisht, mediatikisht, të seksualizohen vajzat. Pra, kemi dy paralele jo shumë larg njëra tjetrës, si gjenerata që të thuhet që kanë kalu vite të shumta, dhe gjithçka janë përjetu, janë edhe në harres atje mbrapa. Fatkeqësisht për shkak sidomos kjo kategori e personave traumatizuar, që ndoshta është kategoria më e rrezikuar në aspektin psikologjik edhe në aspektin afatgjat, ka qenë shumë e anashkaluar edhe tabuizuar. Domethënë ne kemi pas një farë tabuje me njëherë mas luftës që gjëra të tilla nuk kanë ndodhur, edhe pse është ditë që kanë ndodhur. Unë maj mend që para 8 viteve, faktikisht në vitin 2014, ka qenë hera e parë që është diskutuar, atëherë kam qenë antari ose deputet në Kuvendin e Kosovës, edhe ka qenë ndoshta hera e parë që është diskutuar çështje e dhunës seksuale në Parlamentin e Kosovës, në Kuvendin e Kosovës, domethënë 2014 më shumë se 12 vite nga lufta, apo 14 vite nga lufta se. Edhe domethënë ka qenë hera e parë që është diskutuar diçka e tillë edhe është pasi problem. Me sa e di vetëm para në legjislaturën e kaluar ose para kësaj legjislature ka kaluar ligji për ndihmë personave të cilët domethënë kanë përjetuar dhunën seksuale gjatë luftës, që është domethënë një mangësi e madhe si shoqëri që e kena. Domethënë këta persona kanë me të vërtet tash për numër ka shifra të ndryshme, nuk duhet të hyjnë aty, po ka qenë një kategori atyre të cilët janë neglizhuar tërësisht, edhe në pas luftë deri si tash para 5-6 vitesh kur kaloi ligji për këta persona, për mbështetjen e personave të cilët kanë përjetuar dhunën seksuale. Po ende si temë është e tabuizuar. Domethënë kemi shumë pak njerëz, shumë pak gra që kanë dalë edhe kanë treguar për këto edhe kanë kërkuar përgjegjësi. Në anën tjetër, si thatë edhe ju, domethënë fatkeqësisht dhuna seksuale për shkak të, si më thonë, ndikimit që ka në aspektin psikologjik, jo vetëm tek personi, por edhe te familja, edhe tek rrethi, në shumë vendet në botës domethënë është përdorur si mjet i luftës, edhe për terrorizimin e grupeve, edhe këtu edhe ushtria serbe, paramilitarët edhe në Bosnë, edhe në Kosovë kanë përdorur. Si tash ne kemi tabuizuar, kemi dashur me mshef ato si shoqëri, edhe pse domethënë nuk ka qenë në rregull, edhe mendoj që tash është në rregull ose është gjatë rrugës. Së paku kemi filluar të adresojmë çështjen, edhe pse shumë vonë, po si thatë seksualizimi i figurës ose së gruas si objekt, fatkeqësisht po ndodh, ajo është, si më thonë, në aspektin e mediave, ndoshta gjëja që po shitet më shumëti janë këto gjëra, prandaj për arsye komerciale, për arsye të ndryshme të cilët ndoshta
bëjnë që mediat të luajnë këtë rol, fatkeqësisht edhe ato emisione përshikohen pastaj më shumë. S'po di edhe po është një farë përforcimi, po ne duhet të flasim për këto, duhet të jemi kundër këtij mentaliteti të objektivizimit të gruas edhe të diskutojmë këtë çështje, domethënë në një farë aspekt. Në një projekt në të kaluarën kam intervistuar vetë gratë cilat kanë qenë të dhënuara në kohë të luftës dhe secila ka tregu përjetime personale dhe çka ka ndodhur me jetën e tyre pas. Ka pas burra që i kanë ndarë atë kohë për shkak që unë nuk munden me të prek më. Është dashur me fsheh dhe me u kthy te familja e babës dhe me përjetu dhunë edhe atje për shkak që të kalshu burri. Ka pas për atyre që i kanë fsheh dhe kanë marrë tjerë burra që ndoshta nuk kanë qenë me aftësi plot, pra kanë qenë me aftësi të kufizuar, po edhe aspekti shëndetësor, patjetër që ka qenë i prekur i tyre, presion sysh, humbje dhe shikimi, zbeje shikimi, etj. etj. Pra nuk është thjesht çështje, ndoshta kjo është një arsye pse gratë sot, cilat kanë qenë të dhënuara në kohë të luftës, kanë mungesë guximi për të dalë dhe për të treguar publikisht me fytyrë emër mbi emër. Nëse i mbledhim në total në gjithë Kosovën, nuk e di në emri numrin 3 shifror të vajzave, ndërkohë që janë me mira të dhënuara. Punohet realisht në Kosovë aq sa duhet për të trajtuar këtë çrregullim që po flasim, sidomos për njerëzit që kanë dalë nga lufta. Po është fakt që ne vetëm punëse në legjislaturën e kaluar kemi pas një grua e cila ka qenë publikisht dhe pastaj është zgjedhur edhe deputete, po domthonë e cila ka përjetuar dhunën seksuale gjatë luftës edhe ka pas kurajo të dalë edhe të folë. Pikërisht për shkak të arsyeve që edhe ju thatë, për shkak të rrjetit social, për shkak të stigmës së madhe që është krijuar për këtë çështje, gratë të tilla kanë pas problem pastaj edhe me familjet, po edhe nëse janë kthyer te familja, te baba edhe tek vëllezërit ose motrat, prapë kanë pas probleme tek familjet e tyre. Një çështje që ndoshta harruam edhe në fillim, po sidomos tek gratë, përjetimi i stresit posttraumatik tek gratë. Në Kosovë, një nga simptomet kyçe me njëherë mas luftës, në studimin e vitit 2002, ka dalur që dikurat më sa më mend, dikurat gjysma e grave kanë pas probleme psikosomatike, që do të thotë kanë pasur dhimbje të kokës, dhimbje të shpinës, dhimbje të cilët nuk kanë shëruar me barna. Domthonë, çështja që tregon që nuk kanë qenë fiziologjike, domthonë nuk ka qenë një faktor mjekësor i cili ka shpjeguar ato. Po në shumë raste kur kemi një problem psikologjik edhe nuk mund të shprehim ato, ne e bëjmë atë problem psikologjik problem fiziologjik. Domthonë ajo shprehet me kokëllimbje, shprehet me probleme me bark, fëmijët si për shembull, po themi, nëse kanë problem në shkollë edhe nuk dojnë me shku, ju lën barku kështu, domthonë e somatizojnë. Është një farë problem, domthonë problem psikologjik kthehet në problem fiziologjik, mjekësor, po nuk ka arsye. Domthonë, si e dim që nuk ka arsye, kur personi merr medikamente, trajtohet, nuk ka kurfar ndikimi, nuk i rregullohet gjendja. Domethënë është diçka tjetër që po shkakton ato. Edhe ky psikosomatizim ose simptomet e psikosomatike kanë qenë shumë të mëdha në vitin 2002. Domethënë dikurat çdo e dyta grua në Kosovë ka pas probleme të tilla. Edhe ato që ta, domethënë në shumë raste mundet edhe pastaj të ndikojë edhe fiziologjikisht. Domethënë personi të humb një si më thonë, funksion të trupit për shkak të gjërave të tilla. Edhe dallimet më të mëdha, domethënë këtu në aspektin e traumave dhe kësaj, në Kosovë, gjësa burrat në shumë raste kanë treguar zemrimin e tyre, kanë shpreh lunë, kanë bërë lunë ose diçka të tillë. Gratë atë problemet e stresit posttraumatik i kanë kthyer mbrenda, edhe si probleme somatike, domethënë si probleme, si thash, si dhimbje koke, dhimbje shpine, dhimbje të gjymtyrëve ose pjesëve të tjera të trupit, edhe
nuk kanë mujtë me i shpreh ato ashtu si të shprehin burrat. Edhe pse ndoshta është keq edhe zemrimi i tepërt, po prapse shprehja e zemrimit e te i kalon atë problem, gjësa, si thash, fatkeqësisht kjo s'ka mujtë më ndodhë te gratë. Domethënë edhe ka vazhdu ma shumë. Domethënë, me sa e di, pastaj në studimin 2005 këto simptomet psikosomatike kanë pasur rënje edhe ka pas rritje simptomet depresionit te gratë. Domethënë është një farë, ndoshta edhe është më mirë se sa më pas se, si thash, nëse e din problemin, mundesh me adresu. Nëse nuk e din problemin, nuk ka gjasa me adresu, se jetë tu e mbulu problemin me diçka tjetër. Edhe ka qenë ajo shumë indikative se si prej 2002 në 2005 numri i grave që kanë pas simptome psikosomatike ka pas rënje, gjithsa numri i grave që kanë pas probleme me simptomet depresionit ka pas ngritje. Domethënë është transferu problemi, domethënë që është me një aspekt mirë, se pe kupton që është problem psikologjik, edhe po fillon me e shpreh si problem psikologjik. Profesor, nëse mund të kalosh lutem librin, sepse jemi në fund, do doja shumë që të kishim një pjesë të dytë bashk, pikërisht për këtë temë, sepse kemi ende shumë çka për të biseduar, 45 minuta nuk po dalen vetëse. Libër nga profesori Mytaher Haskuka, War and Trauma and Moral Reasoning. Nëse përkthehet në shqip, se unë jam e mangët në përkthime siç duhet nga anglishtja në shqip. Traumat e luftës dhe mendimi ose mendimi moral. Ratioja morale. Arsjetimi moral. Këtu ka shifra. Unë nuk hasësi nuk do të bëj atë që duhet në media, që e kam lexu librin dhe ju shëlloj ta keni edhe jo. Mu sa po ma dhuroj profesori, kështu që do të kem derën pas pak të marrë edhe në shkrimin e juj. Por ajo që mundat të shoh para se të hynim në intervistë, është që është në gjuhën angleze dhe ka mjaftueshëm shifra. Pra nuk është vetëm libër teorik dhe të dhona informacione bazë. Për herë të dytë do doja shumë që të flisim pikërisht më tepër edhe për shifra. Realisht ky është libër i cili është dashur të publikohet për doktoraturë. Doktoraturën e po ta kryej në Universitetin Ludwig Maximilian në Munich, Gjermanisë. Edhe domethënë mas punimit të diplomës faktikisht duhet të publikohet diçka e tillë që të marrësh diplomën. Ka pjesë nga teza e doktoraturës. Ka qenë një hulumtim të cilin pa ta bërë me studentët të Universitetit Prishtinës në Fakultetin Filozofik. Lidhur pikërisht për këto çështjet, për me shiku nga se ka qenë viti 2008-2009, domethënë diku rreth 10 vite mas luftës së themi, nëse është 2009. Edhe studentët të cilët kanë qenë në universitet kanë qenë gjatë luftës kanë qenë moshën 7-8 vjeçar, 9 vjeçar. Domethënë varet edhe cili vit. Po kanë qenë moshën ku fillojnë me dhënë kuptim jetës, edhe ku fillojnë domethënë me kuptu gjërat që ndodhin përreth, po edhe nuk kanë ndonjë farë ndikimi në rreth. Edhe pikërisht kjo përjetimi i luftës tek ata ka pas më shumti ndikim. Prandaj edhe hulumtimi jam ka qenë lidhur me ato, nga matja e numrit të ngjarjeve traumatike që ata kanë përjetuar, edhe deri tek simptomet të ndryshme të stresit posttraumatik. Po të them të drejtën, unë kam qenë interesuar shumë se si më thonë që kjo trauma dhe lufta, përjetimi i traumës ndikon në mendimin parimor. Profesor Haskuka, Zotëri Mytaher Haskuka, ishte kënaqësi të ishit në shtëpinë e TV1. Të ishim bashkë në 2-2, do doja shumë të kishim më shumë hapësirë për të bisedu, por me shpresë të jemi shëndosh fizikisht dhe mendërisht të kemi një pjesë të dytë pikërisht për këtë temë, të shtjellojmë më gjërë se sa që folëm sot. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Unë ju falenderoj, mendoj që pak kemi folë për temat të psikologjisë, edhe mendoj që programi juaj kontribon shumë kësaj, edhe ju uroj për punën që e bëni. Dhe faleminderit për mundësinë edhe unë të flas për këtë temë, se kam folë ndoshta për shumë tema të ndryshme, por për këtë temë ku kam pasur edhe doktoraturën edhe
një pjesë të punimit tem të magjistraturës, nuk kam pas mundësi të flas para publikut e ju falenderoj për ato. Shpresoj që pak a shumë ju kemi lënë, si më thonë, disa informata njerëzve të cilët mund të përdorin në jetën e tyre dhe pse jo nëse kanë probleme të tilla të kërkojnë ndihmë profesionale, nga se është diçka normale nëse kemi pas një ngjarje traumatike që të kemi simptome të tilla. Kënaqësi zotëri. Faleminderit. Bashkë me regjin dhe kamermanat, ne ju urojmë një natë të mirë nga Unata Çerkeze, natë të mirë gjithashtu dhe shihemi.